Në hadithet e sakta është transmetuar se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur foli për natën e Kadrit dhe se Zoti atë e fshehu për shumë arsye, po një nga arsyet që u fsheh nata e Kadrit ishte një zëng në xhami mes besimtarëve. Unë dola për t'u treguar natën e Kadrit, po zënga mes filanit dhe filanit e ngriti atë. Normalisht që kjo është urtësia e Zotit dhe Allahu atë e përdori si sebeb për dy arsye. E para, sa e rënd qeka që besimtarët kenë zënga me njëri tjetrin, e ku? Në shtëpitë e Zotit. Thjesht një mësim nga i madhi Zot se këto xhamia nuk janë ngritur për të bërë gjyqje dhe muhabete dhe gallata. Po këto xhamia janë ngritur për të lartësuar emrin e të madhit Zot, për përmendjen e të madhit Zot, për adhurim dhe për përkushtim ndaj të madhit Zot. Dhe e dyta, për të na treguar se s'ka gjë më të keqe dhe më të rëndë se sa ftohja e zemrave.